një vendimi i Jared Kushner, dhëndri të presidentit të Amerikës Donald Trump, për të tërhequr nga një plan zhvillimi luksoz në Serbi, sipas partisë së Aleksandar Vučićit, do ta privojë Serbinë nga investimet e huaja shumë të nevojshme. Sipas SNS-s, si pasojë e kësaj shtetet e tjera të Ballkanit do të përfitojnë. Affinity Global Development e Kushnerit me Selin Shëba ka deklaruar për Wall Street Journal javën e kaluar se po tërhiqet nga projekti për të ndërtuar një hotel, apartamente, dyqane dhe zyra në vendin e ish selisë së ushtrisë jugoslave në Beograd. Firma amerikane kishte nënshkruar një kontratë qiraje 99 vjeçare me qeverinë serbe vitin e kaluar, por projekti është përballur me kundërshtime. Megjithatë, planet të cilat u mbështeten nga presidenti serb Aleksandar Vučić u përfshin në një skandal korrupsioni dhe çuan në protesta të serbëve. Javën e kaluar, prokurori i Serbisë ngriti një padi kundër 3 zyrtarëve, përfshirë një ministër për rolin e tyre në heqjen e statusit të mbrojtur të interesave. Këtë vit, një veprim që kishte lejuar që projekti të avanconte, por që prokurorët pretendojnë se ishte bërë në mënyrë të palishme. Ata, protestuesit i larguan investitorët. Ky është mesazhi më negativ për investitorët, ka deklaruar të hënën për PRVA TV Miloš Vučević, kreu i partisë qeverisëse SNS të Serbisë, shkruan Reuters. Ata i kanë dërguar amerikanët në Bregdetin shqiptar, tha ai, duke u referuar një projekti tjetër të Kushnerit që po zhvillohet në Shqipëri.